Tjetër. Zemaj, sot është mbojt një takim me kryetarin e PDK-s, ju s'keni marrë pjesë në takim, cilë është qëndrimi juaj dhe pse s'keni marrë takim? Po vetë përgjigjen e gjeni në letrën e zotrit Kurti, letër e cila është sa për të vazhduar mashtrimin e takimit të tilla, sepse takimet e tilla për zgjedhjen e ta quaj kushtimisht zgjedhjes së njerit për institucionet më të larta që ka Republika e Kosovës, kryetarit kuvendit, nuk bëhen në këtë formë, po janë vetëm sa për të treguar që atë që kanë në mendjen e tyre fuqinë politike, por jo zgjidhjen brenda kuvendit të Kosovës ashtu siç e kërkon kushtetuta edhe vullneteti qytetarëve. Ish kolegu ju nga Lidhja Demokratike e Kosovës, zotri Fatah Peci, u quajti si parti shoqëri aksionare faktikisht, edhe tha që një parti e cila ku kam qenë unë dikur ka qenë institucionaliste, tash po i bllokon institucione, po ka një mendsi bllokuese. Po, i mirë ai i cili e ka lëshu LDK-n edhe akoma e ka atë dëshirën e vullnetin, ndoshta edhe dashurinë për Lidhjen Demokratike të Kosovës, po kjo është realitet tjetër. LDK ka organet e saj, ka deputetet e saj, e për përgjigje tjera shihem në seancë në votën e kërkuar që të kenë ngjartën një deputet. Kundër kësaj deklarate ai kërkoi që ju ta votoni kryetarin. Se është pati një ftesë sinqert. Nëse zgaboj kështu prej 120 deputetëve, ndoshta është i fundit që ju kisha përgjigjen këtë farë teme. Unë e thash edhe një herë, ne kem organet tona, kem qëndrimet tona, janë konsistente, janë publike dhe nuk ka asnjë dallueshmëri. Zgjidhjen duhet ta bëj zotri Kurti, po jo në këtë formë, jo parcialisht, jo duke tentuar që herët në mëngjes sa për të hidhur sy e faqe opinionit publik, që kisha unë po temat e takimit. Kjo është mashtrim optik për qytetarët e vendit me datën 1 maj, ku ju edhe gjithë punëtorët e Republikës së Kosovës do të meritonit një ditë pushimi. Jo, por ne s'po paragjikuem, ne kishim paragjikuar për një njerëz që nuk e njohim, po që na kishte ardhur ndoshta si përfaqësuesi i BE-s i ri në këtë drejtim, por për zotrin Kurtin që e njohim, i kemi një 20 vjet këtë jetë politike me të, pe gurve, molotovit, gazit, edhe deri te asnjë fjalë mbajtur. Nuk kemi çka me paragjiku. Përveç Marigona Kecit, kush janë deputetët e tjerë të LDK-s që janë thirrë nga vetëndosja, nëse mund na tregoni pasi ata po thonë që janë thirrë. Kanë emën, biemën, kanë vota, kanë mandat, mundemi pyet një ka hin, ka dalin. Me rëndësi armën zemaj nuk është. Faleminderit.